Falenderojmë Allahun Gjelle Shenu, një falenderim që i ka bërë madhrisë së tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe studiuesi i çdo gjëje. Për shëndetet më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit. Dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shkëllojmë është Bedri vazhdon. Nga një betejë e vogël po ecin drejt një beteje të madhe, u thoshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sahabëve, shokëve të tij, gjatë kthimit nga beteja e madhe e Bedrit. Të habitur sahabët e pyetën, cila është beteja më e madhe se kjo që sapo fitua? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, është beteja me vetveten. Dhe vërtet, çfarë do të vlente fitoria në atë betejë vendimtare në Bedër, nëse nuk do të pasohet shumë nga fitore që udhëheqësit e ummetit ton arritën më pas, duke qenë shembull për të gjitha gjeneratat deri në ditën e gjykimit. Ata luftuan në beteja kundër armikut të hapur të njeriut, shejtanit, dhe në rregull e mundën atë. Ai inziste në mëkat dhe u azbukuronte atë, por ata të forcuar nga besimi dhe të mbështetur në adhurimet e tij, ju rezistonin thirrjeve të tij dhe marrëshonin nga një fitore në tjetër. Ndonjëherë ai i binte të mos shkonin në luftë për shkak të vapës, por ata e dinin se zjarri i xhenemit është edhe më i nxehtë dhe nuk hoqën dorë kur nga beteja. Ndonjëherë i shtynte drejt përçarjes, duke u mbushur mendjen se disa janë më të mirë se të tjerët, por ata e dinin se duhet të mbaheshin fort pas ditarit të Allahu Gjelle Shenu nëse donin të fitonin dhe të mbeteshin të bashkuar. Shejtani nxiste në çdo mëkat dhe shkelje të mundshme, por ato gjithmonë e dinin se duhet t'i bindeshin Allahu Gjelle Shenu o Gjelle Gjelalu dhe Muhamedit alayhi salam, sepse ajo që Allahu Gjelle Shenu dhe i dërguari i tij ofrojnë është e përhershme, ndërsa ajo që shejtani ofron është e përkohshme. Jemi në pritje të datës së përvjetorit të betejës së Bedrit. Të gjithë pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atë natë dhe ditë do ta përkujtojnë, duke sjellë në mendje këtë betejë të lavdishme dhe këtë fitore të madhe. Do të flasim për rrjedhjen dhe detajet e saj. Dhe nga çdo detaj do të nxjerrim mesazhe dhe mësime për kohën tonë. Megjithatë, shumë prej tyre vetëm do ta shënojnë këtë përvjetor, pa nxjerrë asnjë mësim dhe pa lënë ndonjë gjurmë në jetën e tyre nga ky kujtim i Bedrit. Me këtë rast madhështor, dua të rikthehem te fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të përmendura në fillim të kësaj ligjërate dhe të shqiptuara nga i dërguari i Allahut në përfundim të betejës. Këtë fjalë ki përkujtim se pas Bedrit na pret një betejë edhe më e madhe, ajo me vetveten, na mësoi se Bedri për pasuesit e Muhamedit alayhi salam nuk ka përfunduar dhe nuk do të përfundojë kurrë. Çdo muslimani i është dhënë mundësia të jetë një luftëtar i Bedrit. Armiku i hapur i njeriut, edhe sot i frikson njerëzit me ftohtin dhe shkurtësinë e ditës, ndaj shumë prej tyre janë të hequr nga beteja. Shejtani ka bindur se agjërimi në këtë kushte është i pamundur dhe i vështirë. Ashabët, ai i kishte bindur të mos shkonin në betejë për shkak të vapës dhe rërës së përgluar të shkëtirës, por ata kishin një argument: zjarri i xhenemit është më i nxehtë. Për vëllezërit dhe motrat tonë, të cilët nuk kanë ndonjë pengesë tjetër përveç argumenteve të shejtanit që i pengojnë ka xherojnë, lutim Allahun të ushtoj forcën e imanit në zemrat e tyre në mënyrë që ta fitojnë betejën e tyre të Bedrit. Armiku i hapur i njeriu përçon përçarje në snesh dhe i vën në pah dallimet tonë. Kjo domosdoshmërisë sjell çrregullime dhe na çon në konflikt
ashabët përballë këtyre intrigave të shejtanit, vetëm sa forconin radhë dhe duke u kapur fort pas dritarit të Allahu xhelle xhelaluhu, qëndronin edhe më të palëkundur në rrugën që çon në fitore, ashtu si tulla mbështet tullën në një mund të fortë. Çfarë mund të bëjmë para ardhësve tanë të nderuar, gjyshët dhe stërgjyshët tanë, babalarët dhe nënave tonë, kur bëhet fjalë për të jetuar fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu dhe për të praktikuar sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata agjeronin ndërsa kornin me dorë, agjeronin për nuk kishin makinë forcë, agjeronin për duaj të shkëputin të mbjella, agjeronin për duaj të mbjellin grurin, agjeronin për duaj të arrin të kokrat e bukës me mund të sakrificë. Kështu, të lodhur dhe të rastrapitur, nuk e shkurtonin asgjë dhe nuk linin pastor as në namaz. Teravia për ta kishte 20 rekat, dhe a mund të imaginon të dikush prej tyre të linë të ndonjë sunet në namaz. Sot, kur forcat të ndryshme dhe armiqë të çdo lloji punojnë për të na përçarë dhe dëshirojnë zhdukjen tonë, del dikush e thotë se paksoni rekatet e teravis, pa u ditë vlerën se nuk është mirë të ndahen nga xhamati dhe pastaj njerëzit mbeten të hutuar dhe nuk dinë se sa rekatet i falin të teravis. Ata të moshuarit tonë deri sot i kanë falur nga 20 rekat. Të gjithë e dinë se ata e dinin shumë mirë dhe me çdo kusht ruanin fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu, duke qenë vërtetar të vërtetë të Bedrit. Për të ruajtur burimet e Bedrit, për të pasur çfarë të pinë dhe për të freskuar në pritje të përvjetorit të betejës së Bedrit, le të përgatitni të gjithë dhe të dalim në Bedr, të himë me vendosmëri në betejë kundër shejtanit dhe të gjithë atyre që përpiqen të mbjellin përçarjen mes nesh. Para betejës së Bedrit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: O Allahu im, na ndihmo ta nesër, sepse nëse humbasim tani, askush nuk do të bëjë sejdë në tokë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për ne. Vëllezër, tani të gjithë angazhohemi dhe të tregojmë çfarë duhet bërë. Bedri vazhdon. Betejat që na presin janë të shumta. Këto janë beteja të mëdha. Mos u tërhiqni dhe mos e humbni shpresën, sepse Allahu xhelle xhelaluhu wa xhelle xhelaluhu në Kur'an shpreh dhe thotë: sa grupe të vogla kanë poshtë grupe të mëdha me lejen e Allahut. O Zoti i madhruar, na ndihmon në këtë rrugë të shenjtë. Amin wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi